200 kamera të shpërndara në akset kryesore nga Tirana deri në Vlorë do të monitorojnë qarkullimin e automjeteve. Qendra e re e kontrollit të trafikut synon të ndihmojnë edhe koordinimin e policisë rrugore, urgjencës kombëtare mjekësore dhe emergjencave civile. Duhet përmendur që do jetë një kontribut i rëndësishëm edhe për sigurinë kombëtare dhe çka është më e rëndësishme, këtu bashkërendohen një sër projektesh, bashkërendohen një sër skuadrash. Gjatë një inspektimi të kryeministrit Edi Rama së bashku me numrin 2 të qeverisë Belinda Pallukun, shpjeguan se kamerat do të vendosen në të gjitha akset e vendit. Kemi 74 janë vendosur këtu brenda, që janë operatorë të monitorimit, 55 i kemi normalisht të vendosur në përqendrat e autostradave, aty ku do filloj edhe lëvizja me pagesë. Një tjetër projekt do të jetë ai Smart City. Do të ndërlidhet edhe me Smart City, pra me programin e madh që ne jemi duke implementuar në ndërkohë, dhe do të bëjë një lidhje të rrjetit rrugor shqiptar me të gjithë pjesën tjetër të monitorimit brenda qyteteve. Për vimësinë e këtij plani të qeverisë u firmos dhe një memorandum bashkëpunimi midis 3 ministrive. Administrimi të territorit edhe në historinë e asistencës për qytetarët në gjitha nivelet, në nivelin e sigurisë rrugore, në nivelin e urgjencës. Në këtë qendër janë aktualisht 122 punonjës të ARSH dhe Policisë së Shtetit që mbikëqyrin pamjet filmike 24 orë në 7 ditë të javës.